Kur kemi fesë, na pengon asgjë. Atëherë, a jemi gati gjithë? Mirëmbrëma të gjithëve, dashur media, përfaqësues mediave dhe nëpërmjet juve dashur qytetarë të Republikës Kosovës. Mirë se vjen konferencën e parë të Lidhjes Demokratike të Kosovës pas mbylljes së procesit vetimit, që ne do ta quajmë një konferencë të fitores së madhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Fillimisht du të falenderoj dhe uroj të gjithë qytetarët e Kosovës për një proces demokratik të drejtë e të kulturuar të zgjedhjeve lokale. Dhe ky shembull është një standard i lartë të demokracisë dhe sonte me këtë proces dua të them se jemi fitues të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Dua t'i falenderoj veçanërisht gjithë komisionerët dhe vëzhguesit e LDK-s që deri në këto momente vazhdojnë të kujdesarojnë votën e qytetarëve të Kosovës. Dua në veçantë t'i falenderoj institucionet përgjegjëse për organizimin e këtyre zgjedhjeve, pra të parë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorinë e Policinë e Kosovës, si dhe juve mediave për pasqyrimin e drejtë të një procesi demokratik. Por mbi të gjitha du t'i falenderoj votuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës që më 12 tetor na dha një mbështetje të jashtëzakonshme në këto zgjedhje lokale. LDK në këtë konferencë për media konfirmon se ka fituar, prin dhe është në garë në gjithsej 12 komuna. Pra edhe një herë, LDK konfirmon se ka fituar, prin dhe është në garë në gjithsej 12 komuna. Pra 12 tetori është i 12 komunave të LDK-s. LDK sonte shpall fitoren në raund të parë në këto komuna. Në Istok shpallin fitoren në raund të parë, në Lipjan shpallin fitoren në raund të parë dhe në Junik shpallin fitoren në raund të parë. Urojmë kryetarët e tashëm dhe të arshëm të këtyre komunave për këto fitore, urojmë Ilir Feratin në Istok, urojmë Imri Ahmetin në Lipjan dhe urojmë Rushdi Shehun në Junik, ky fundit natyrisht me vota të Mërgatës. Afër këtij urimi, shumë afër këtij urimi, jemi edhe për Gazmend Muhaxherin, i cili është afër të përfundoj garën që në raund të parë. Me vota në Kosovë, LDK sipas votave të numëruara nga komisionerët dhe vëzhguesit tanë, në PEI është rreth 49%. Presim që me votat e Mërgatës në PEI, ky prag të kalojë lehtësisht mbi 50%. E kur jemi te kryetarët e tashëm dhe të arshëm, në veçanti urojmë fituesin e garës kryesore në këto zgjedhje, urojmë përparim Ramën. Në Prishtinë, pas 12 vitesh, LDK është parti e parë edhe për kandidat, edhe për kuvend komunal. Pra pas 12 vitesh, LDK-ja kthehet si parti e parë edhe për kandidat, edhe për kuvend komunal. Dhe ky kthim i yni, i madh në kryeqytet, është shenjë e një pune të madhe të përparimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është një shenjë e forcimit vërtet të LDK-s. Me mbi 70% të votave të numëruara nga komisionerët tanë në Prishtinë, përparim Rama dhe LDK kanë rreth 36%, Harullah Sheku nga VV ka 32%, Uran Ismaili nga PDK ka 26%. LDK po ashtu prin Urani po ashtu prin dhe në komunë LDK, prin dhe në Urani nuk prin. LDK prin dhe në komunat në VM. Prim dhe jemi në prag të kalimit që në raund të parë në Viti me Sokolalitin rreth 45%, prim në Bilish me Gjafer Gashin dhe prim me 45% në Dragash, por duke njohur dhe herën e kaluar fitoren nga Mërgata në këtë komunë, presim që dhe në Dragash të fitojmë në raund të parë sapo të përfundon numërimi i votave nga Mërgata. LDK është në balotazh dhe në komunat në VM, në Fush Kosovë rreth 38%, në Suarek rikthehemi në balotazh pas shumë kohësh me 33%, jemi në balotazh në Gjilan dhe jemi në balotazh në komunën e Rahovesit. Jemi të lumtur
jemi falenderues e mirënjohës votuesve e qytetarëve tonë. I urojmë gjithë kryetarët fitues të raundit të parë dhe deri më tani ju themi se ju ishit kandidat të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por nga tash e tutje jeni kryetar të gjithë qytetarëve tuaj. Po ashtu LDK-ja i uron të gjithë fituesit e këtyre zgjedhjeve, pra dhe kandidatët tjerë nga parti tjera, dhe uron që të punojmë së bashku të gjithë për Kosovën që e duam dhe e jetojmë bashkarisht. Edhe njëherë ju falimderit, edhe njëherë urime, le të bëjmë fest aty ku kemi fituar e ndihemi fitues në mënyrë shumë të kulturuar, moderuar, pa tensione, duke nisur punën e madhe në komunat ku jemi në garë që nga dita nesërme deri në datën e 9 nëntor. Dhe në këtë moment duhet ja kaloj fjalën për një fjalë rasti fituesit padyshim të këtyre zgjedhjeve përparim Ramës. Faleminderit. Tëre në Rama të nderuar përfaqësues të medjave, të dashur qytetar të Prishtinës, më lejoni t'ju falenderoj nga zemra për përkrajen që ma keni dhënë mua dhe ekipës time të mrekullueshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës për Prishtinën. Sot u vërtetua se projektet e mëdha dhe programi ynë për transformimin e Prishtinës kanë marrë jo vetëm mbështetje, por edhe legitimitetin e plot për 4 vitet që vinë. Kemi fillu besimin tuaj për punën e ndershme, për përkushtimin e palodhur dhe për vizionin që kemi ndërtu bashk gjatë tyre 4 viteve, plot sfida, blokada dhe pengesa, por edhe me shumë dashni, vullnet e punë të mëdha. Sot, qytetarët e Prishtinës dhanë një mesazh të fortë e të qartë. Ne duam zhvillim, vizion dhe transformim në një qytet metropolitan. E gjithë dim që Prishtina është zemra e Kosovës. Është motori i zhvillimit në çdo fushë dhe si e tillë duhet të jetë edhe frymëzimi dhe fokusi i secilës qeverisje qendrore. Le të reflektojmë e bashkëpunojmë jo për të kaluarën, por për të ardhmen e fëmijëve tonë. Për një kryeqytet që rritet me dinjitet, me dashuri dhe me një vizion të qartë. Prishtina po transformohet dhe askush nuk mund ta ndalë. Me entuziazëm e përkushtim dhe dashni do të vazhdojmë të dëshmojmë se rruga jonë për një Prishtinë transformuese është rruga e vetme e mirë për të gjithë qytetarët tonë. Ju falenderoj nga zemra dhe njëherë për besimin tuaj, për dashurinë tuaj dhe për mbështetjen e palëkundur. Faleminderit edhe njëherë për të gjithë qytetarët e Prishtinës që besuan në mua dhe në ekipën e mrekullueshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju dua, faleminderit shumë. Faleminderit. Nëse kemi ndonjë pyetje, jemi të gatshëm për zgjidhje, për ndryshe, kjo kish me qenë. Po. Me diskutua dhe njerë me gjitha partit e tjera në këtë rast, ka ju përjashtu edhe LDK-na, e të gatshëm me bashkëpunu me lëvizje me vendosja për formimin e një qeverie të re. Ne jemi të gatshëm sonte të bëjmë fest, nesër të vazhdojmë punën për fitoret që na presin në 9 komuna tjera ku jemi në garë. Sonte ju lust na kurseni prej temave qendrore dhe për shkak të angazhimit e mundit të madh të njerëzve tonë, na lejoni që të shijojmë dhe këtë moment se s'na vjen shpesh. 8 muaj më parë në këtë dhomë kisha shpallur rezultatet, kisha pranuar dhe humbjen. Politika është e tillë, 8 muaj më pas, po në këtë sallë para jush me krenari e shpalli dhe kanë fituesit të zgjedhjeve lokale.
600 vota për para lëvizjeve vendosës i partie, dy si do t'ja bëni në ballotazh, pra keni ndonjë ofertë tash i partie politike apo do synoni të vetëm pa koalicione parakoshme? E para e punës do donim të fitonim gjitha komunat, por është e pamundur dhe këja 4 vite më parë kishte fituar rand parë vetëm 2 komuna, tani jemi në 3, në pritje të 4-tës dhe të 5-tës. Në përgjithësi kishte 8 komuna, tani jemi në garë në 12 sosh, pra jemi të lumtur që sërish në zgjedhje lokale kemi rezultate të mira, jam i bindur prej matjeve që i kemi, ndonse vota do të pritur numërohen që dhe për kuvende komunale do të jemi parti e parë. Trendi i Prishtinës është tregues i qartë, dhe njerë pas 12 viteve do të kthehet si parti e parë Prishtinë, kjo është transformuese shumë. Sa i përket koalicioneve, besoj që përparimi e ka të qartë, ne kemi qartë se koalicionin e vetëm e bëjmë me qytetarët e Prishtinës. Edhe në komuna tjera natyrisht do të provojmë që të jemi të gjithëve. Gara nis sërish, nis nesër deri më datë 9 nëntor, do të bëjmë përpjekje që të bëjmë fushat prapë të dinjitetshme të marrën mirë. Sa i përket të dhënave, KSZ-ja shumë mbrapa prej dhënave që i kemi ne. Prandaj ato që i prezantuam janë të dhënat të komisionerëve dhe vëzhguesve që raportojnë shumë herët nëpër parti politike. Merrni si të tilla me kredibilitetin tim dhe të TDK-s, siç ka ndodhur edhe herën e kaluar kur kemi shpall humbjen dhe tani kur e shpallim fitoren. Po unë edhe e thash edhe në fjalimin tim që ne duhet të shikojmë të ardhmen, mos të fokusohemi në të kaluarën, pra çdo kush që reflekton edhe e din që e mira është fokusi ynë i përbashkët në zhvillimin e kryeqytetit, pra kushdo që bëhet pjesë e vizionit tonë, i cili është tashmë fitues në kryeqytet, jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me secilin, po them që i bashkohet vizionit tonë për transformimin e mirëfillt për të gjithë qytetarët e kryeqytetit. Faleminderit. Dhe vëzhgu, ky rezultat që ka kriju shumë vota në Prishtinë, a mund të jetë një krye për zgjedhjet e parakoshme, të jashtëzakonshme të mundshme, që TDK do të ketë rezultat më të mirë në nivel qendror? Tani zotërisht është faktike që zgjedhjet lokale japin rezultate të mira, më pas ato po përcjellen me rezultate më të mira nacionale. Pra nëse herën e kaluar e kishim 110.000 vota në zgjedhje nacionale, në zgjedhje lokale kishim arritur të bënim 170.000. Edhe më pas në zgjedhje nacionale këto të fundit arritëm të bëjmë 171.000. Tani të shohim sa vota kemi në këto palë zgjedhje për asamble, për të kuptuar qartë trendin tonë. Por që Prishtina, qendra, ka dhënë mbështetje për LDK-n pas 12 viteve, është shej jashtëzakonshme e cilës i gëzohemi gjithë dhe është shej e mirë e forcimit të vërtet të LDK-s dhe për garë nacionale. Kur do të shohshin ato zgjedhje, por edhe një herë sonte na lejoni të shijojmë këtë punë sepse ka qenë ditë e gjatë dhe ende jemi në numërim e sipër të votave, po i presim dhënat përfundimtare, ftojmë çdo komisioner të vëzhgues që ndroj atje truaj votat edhe kur LDK-ja s'është ngarë, sepse është shërbim ndaj kandidatëve të tjerë, ta ruajmë integritetin e procesit demokratik dhe të festojmë me dinitet, gjithandej duke respektuar dhe kundërshtarët tonë, është garë elektorale. Pra është garë elektorale, kundërshtarët tonë nuk janë hajvan, kundërshtarët tonë janë njerëz të denjë, profesionistë, të mbarë, edhe ata dojnë të mirën e qyteteve tyre, dhe ne bëjmë garë ferë brenda rregullave demokratike. Pra, le të festojmë me dinitet. Ju falenderoj shumë gjithëve.